flasim në këto momente për aktualitetin politik. Me mua në studio është bashkuar deputeti nga Lëvizja Bashkë, Redi Muçi. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Nisur edhe nga kronika që sapo ndoqëm, zoti Muçi, lidhur me gjendjen e sistemit të drejtësisë sot dhe kërkesat e ndërkombëtarëve si një nga prioritetet kryesore për integrimin e vendit. Ju si e shihni sistemin e drejtësisë aktualisht në vendin tonë? Po, u bën disa vjet tashmë që jemi pas reformës në sistemin e drejtësisë dhe për hir të së vërtetës sigurisht kemi pasur edhe disa arrestime të bujshme. Megjithatë, unë e kam përmendur herë tjera, ajo që ngelet ende të dëshmohet është, si thua, në radhë parë akuzat që ngrihen, për shembull, rasti Erion Veliajt. Janë akuzat kryesore që rëndojnë për të, që në opinionin publik, si thua, ai është fajtor, si për rastin e incineratorëve të PSD-s e me radhë, apo janë thjesht akuzat dytësore, si ato që kanë të bëjnë me përfitimet që ka pas kompania e gruas së tij ose nuk e di se çfarë. Nga njëra anë, nga ana tjetër, dëgjova sot zonjën Kryemadhi kur doli nga ato zyrat e Spakut që tha që ne akuzohemi, unë akuzohem për korupcion pasiv, por nuk ka asnjë biznesmen dhe ajo të akuzohet për korupcion aktiv, pra që na ka korruptuar ne, si thush. Dhe do thoj që edhe kjo është një hallk ose një shkallë tjetër në qasjen tonë që duhet të kaloj Spaku sa i përket vënies para drejtësisë, jo vetëm të politikanëve, por edhe të atyre që janë, si thuash, le themi ata që ne i quajmë oligarkët e vendit, ata që janë pikërisht korruptuesit e pushtetarëve tanë. A ka një program të qartë Lëvizja Bashkë për drejtësinë? Që ndoshta mund ta propozoni ta. Shiko, ne qartazi e mbështesim reformën drejtësi që është bërë, ne duam që kjo si reformë të shkojë përpara, të dëshmojë që është një reformë e cila, si thua, është totalisht e pavarur nga pushteti dhe rrjedhimisht ne besojmë edhe tek një, le themi, mbështetje që shoqëria shqiptare do duhet t'i japi sistemit drejtësisë pikërisht për ta bërë atë më të patrembur ndaj pushtetarëve, si thua. Në programin tonë kemi propozuar një sër gjërash, por që janë më tepër të natyrës teknike se sa përmbajtësisht, po të themi, ndarja e drejtësisë nga politika është gjëja kryesore. Më tej, pastaj propozimet e tjera janë dytësore, do thoja unë, dhe kjo ngelet për t'u parë ende. Në këtë legjislaturë, ku do t'jetë fokusi juaj kryesisht? Atëre, ne, siç e kemi shprehur në programin tonë dhe gjatë fushatës elektorale, jemi fokusuar kryesisht, le themi, në tematika që kanë të bëjnë edhe me grupimet sociale me cilat ne jemi angazhuar, që kanë të bëjnë me një ndër projekte kryesore që ne kemi propozuar që në vitin 2023 dhe i cili është përfillur totalisht nga legjislatura e shkuar, që i përcaktimi të minimumit jetik, pra vendosjes së një me ligj, pra që të bëj të mundur, le themi, mbijetesën e atyre njerëzve, atyre familjeve që kanë të vështirë praktikisht të mbyllin muajin, i cili minimum do përcaktonte edhe rritjen e pensioneve të ulta dhe atyre mesatare, do përcaktonte rritjen e pagës mesatare. Pra një sër, le themi, politikash që do mundësoni në radhë parë mbijetesën, për ta thënë kështu, por nga pikpamja ekonomike do të mbanin në vend edhe krahun e punës, fuqinë punëtore, si thuash, që tashmë është bërë një ndër problematikat kryesore, mungesa e saj në tregun e punës. Sepse shumë kush zgjedh të emigrojë, shumë kush zgjedh që të marrë një pagë më të mirë, le të themi, qoftë edhe në vendet e rajonit, se sa të jetojnë në Shqipëri. Nga ana tjetër, fakti që gjysma e të punësuarve sot punojnë në të zezë, por nuk paguhen sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, bën që nga njëra anë skema e pensioneve të jetë të shkojë drejt falimentit. Nga ana tjetër, cila është e ardhmja këtyre njerëzve që punojnë në të zezë dhe pas pak vitesh do dalin dhe ata në pension. Pra ka një sër, le themi, situatash që harrese nga ana e politikës që kanë bërë shumë të vështirë të jetohet në vendin tonë. Një, si thua, theks të veçantë ne i vendosim edhe problematikës së drejtimit që ka marrë ekonomia e vendit, e fokusuar totalisht tek sektori ndërtimeve dhe i turizmit masiv. Besoj edhe ju e keni dëgjuar deklaratën e fundit të kryeministrit Rama në udhtim, se diku s'mujtohet tani ku ishte, ku u bëri thirrje të huajve që të vinë dhe të blejnë shtëpitë dhe apartamentet në Shqipëri, sepse sipas tij, duke hyrë në BE, çmimi i tyre do të dyfishohet.
Problemi është që nëse apartamentet aktualisht janë të papërballueshme për shqiptarët. Ç'do të ndodh pas 2 vjetësh? Atëherë çfarë do ndodh pasi kohës kur hym në Bashkimin Evropian? Nga ana tjetër, duke u blerë këto apartamente nga të huajt, shpeshherë ato nuk blihen me qëllimin për të jetuar në Shqipëri, sepse vende, qytete si Tirana janë bërë të pajetueshme për gjithë ne. Pikërisht për shkak të ndërtimeve në radhë parë, si thua, që kanë bllokuar trafikun, kanë ndotur rajin e merat. Nuk kanë lënë asnjë hapësirë të gjelbër. Pra, këto apartamente blihen me qëllime komerciale, le themi, pra me qëllim që shpeshherë të jepen për shembull me Airbnb, me këto qirat afatshkurtra ditore, pra dhe rrjedhimisht që nga momenti që është në zotrim në pronësinë e një qytetari të huaj, gjitha këto para që vinë nga turistët dalin jashtë Shqipërisë, sepse i shkojnë në llogarinë bankare gjermanit, francezit dhe kështu me radhë. Kështu që çfarë përfitimi ka ekonomia shqiptare nga shitja e apartamenteve tek të huajt? Ka përfitim pa dyshim ata që i kanë ndërtuar këto apartamente, ata të cilët shpeshherë u kanë shërbyer blerja e apartamenteve për të pastruar parat nga bota e krimit dhe rrjedhimisht duan t'i shesin tashmë. Në një farë mënyrë kryeministri i vendit po bën ndërmjetësin e tyre, pra, jo të flas për ekonominë shqiptare. Nëse më parë ai ftonte investitorët e huaj në Shqipëri, edhe pse me shprehjen famkeqe hajde një investorin në Shqipëri, se në Shqipëri nuk ka sindikata, po me gjitha të ftonte investitor të huaj në Shqipëri, tashmë e vetmja gjë që mund të ofroj ai të huajve janë apartamentet, është betoni, është betonizimi që është bërë qyteteve kryesore të Shqipërisë, me thënë, dhe kjo është për të ardhur keq, se ky është vizioni i qeverisë. Ndërkohë që ne, tash për ta mbyllur, vëmendja jonë është që ekonomia duhet të fokusohet tek ekonomia prodhuese, duhet mbështetur, duhet subvencionuar bizneset prodhuese dhe sidomos ato eksportuese, ato cilat madhrat e cilve pra janë të një cilësie të lartë sa për të dalë për tregjet rajonale dhe pse jo europiane. Me kë grup parlamentar do të bashkohet Lëvizja Bashk? Sigurisht që ne nuk jemi bërë pjesë e një grupimi parlamentar, po ashtu si ne edhe 2 ose 3 subjekte tjera, sepse, si thua, në radhë parë duhen 7 deputet për të krijuar një grup parlamentar, po përtej numrave, si thua, çështja është që ne me askënd nuk kemi pas aq besim, një qasje, një parafrim sa i përket politikave që propozojmë, gjërave që na bashkojmë, si thua, për të krijuar një grup të tillë parlamentar, dhe rrjedhimisht unë do jemi pa përfshirë, le themi, një grup parlamentar. Qeveria shkarkoi zyrtarisht sot Erion Veliajin, zoti Moçi. Si e pat gjithë të proces, që nga kërkesa e kryeministrit deri tek mbledhja e firmave të këshilltarëve bashkiak dhe detyrimi për të vulosur shkarkimin? Pikërisht, pra, kjo ishte një shfaqje e shëmtuar, jo për faktin se u shkarkuar Erion Veliaj, se në qasjen tonë Erion Veliaj duhet i shkarkuar ose duhet kishte dhënë dorëheqjen vite të shkuara që me tragjedinë e të Riut Ardit Gjoklaj, pra. Po edhe sidomos tashmë kohët e fundit me gjitha skandalet e njëpasnjëshme që dolën me skandalin 5D, me incineratorët e me radhë, e deri tek arrestimi i tij, si thua, dhe paraburgimi. Në gjitha këto hallka ai do duhet ishte ose shkarkuar ose të kishte dhënë dorëheqjen. Ajo që ishte shëmtuar ishte pikërisht mënyra se si u shkarkuar. Pra, në momentin kur Edi Rama vendosi që për hir të një manovre të tij politike, që ai do të ketë zgjedhje tashmë në Tiranë, të bëj thirrje këshilltarëve bashkiak, pikërisht atyre njerëzve më të afërt të Erion Veliajit, ata të cilët Erion Veliaj i quante ekipi ynë, me ekipin tonë të Tiranës kemi mbjell 1 milion pemë, kemi bërë çuditëra, gjithë këto gjëra të mira, pikërisht ekipi i tij erdhi momenti dhe, si thua, e shkarkoi me një duke u kapur te një kleçk ligjore, e cila sigurisht po të mos kishte dhënë kushtrimin Edi Rama, as do merre fare në konsiderat nga anë e tyre. Pikërisht bashkëpunëtorët me të cilët, si thua, ata që kanë noterizuar, kanë shkruar, kanë vulosur gjitha ato vendime që ka marrë Erion Veliaj në dëm të qytetit të Tiranës për gjithë këto vite kur ka qenë në krye të Bashkisë Tiranës, pikërisht ata janë që në një farë mënyrë pra ngritën kartonat jeshil për ta shkarkuar atë nga kryetarët. Që në thelb dëshmon, do thoja unë, kalbjen e Partisë Socialiste, asaj çka është Partia Socialiste, një grupim njerëzish me një udhëheqës, si thua, madhështor që është Edi Rama dhe gjithë tjerët vartës të përullur të fjalës tij, domethënë. Asnjë njeri me një kurajo politike, me një personalitet politik, me një qëndrim politik në fund ditës, pra, që të besojnë disa gjëra dhe të qëndrojë atyre,
por të gjithë ushtarët të bindur të tij. Pra një farsoj, unë i kam krahasuar edhe tjetër me diellën. Kjo shpikja e këtij androidit që i përgjigjet Edi Ramës sa herë, domethënë, dhe si do doj ai, është modeli të cilin ai do donte të aplikonte të gjithë varësit e tij, madje po që e mundur edhe i gjithë kuvendi i Shqipërisë, pra thjesht njerëz që i binden asaj që thot ai me fjalë dhe vetëm kaq. Ky ishte një shfaqje me të vërtetë e shëmtuar ajo që dhan këshilltarët bashkiak Partisë Socialiste. Nëse Zoti Berisha do të propozonte emrin e Arlind Qorit për të garuar për Bashkinë e Tiranës, a do të afrojë Lëvizja Bashk? Po sigurisht që jo. Sigurisht që jo, sepse ne kemi disa vite që jemi aktiv, le të themi, edhe në skenën politike, dhe ky është një mohabet shumë i vjetër, pra që lëshohet kushtrimi pikërisht që duhet të bashkohet e gjithë opozita, ndërkohë që në qasjen tonë ne nuk kemi asgjë të përbashkët me Sali Berishën, madje ne mendojmë se Sali Berisha me Edi Ramën kanë shumë gjëra të përbashkëta mes tyre. Ne mendojmë se po të pyesni sinqerisht, po të pyesni le të themi funksionar ose nuk e di të Partisë Socialiste, do ju thonë se fati më i madh i Edi Ramës është që ka përballë Sali Berishën. Në një farë mënyrë Sali Berisha me këtë nevojën që ka ndoshta për të qenë ende ai kreu i Partisë Demokratike, për t'i shërbyer interesave të familjes tij, dhe duke ngelur aty pra si kryetari i PD-s, ai është paterica më e mirë e pushtetit e Edi Ramës. Dhe rrjedhimisht nëse ne do të mbështesnim Sali Berishën, do ishte si të ishim paterica e patericës së pushtetit e Edi Ramës, në farë mënyrë, pra që është gjë që nuk bën sens me fjalë. Do të dalë me një kandidat Lëvizja Bashk për Bashkinë e Tiranës apo jo? Dhe nëse jo, me kë mendoni ti bashkoni votat? Atëre, Tirana është pikërisht qyteti në cilin e kemi mbështetjen tonë më të madhe, është Tirana qyteti ku përfaqësohet edhe në kuvendin e Shqipërisë nëpërmjet meje, Lëvizja Bashk, pra dhe rrjedhimisht ne për qytetin e Tiranës gjithmonë do të kemi një alternativë, gjithmonë do kemi një kandidat të gatshëm për të garuar, sepse mendojmë se duke marrë dhe shembullin e shumë edhe të vendeve tjera që edhe pse mund të jenë vende autoritare, gjithmonë si thua kryeqyteti ndonjëherë bën dallimin në kuptimin e përzgjedhjes së një kryetari bashkie i cili shkon kundër rrymës autoritare të kreut të qeverisë, po marr rastin e Turqisë, rasti Polonisë, plot raste të tjera vërdall si thua. Dhe përjedhoj ne besojmë se Partia Socialiste për së vërtetës ndodhet në pikën e saj më të ulët në Tiranë, sa i përket legitimitetit të saj, sa i përket faktit që vetë kryetari i bashkisë është shkarkuar me ceremoni dhe ndodhet mbrapa hekurave, fakti që është i akuzuar për sa afera korruptive për të cilat opinioni publik e di tashmë se është i përfshirë drejt për së drejti kryeministri Edi Rama. Edhe kandidatja që ai propozoi, po ta keni vënë re, pra Ogerta Manastriliu është një kandidate e cila nuk i thot asgjë askujt. Pavarësisht se ajo ka pasur poste ministrore, nuk ka spikatur në asnjë prej tyre, ka qenë parë ministre shëndetësisë, pastaj ministre arsimit, ka qenë thjesht në pozitën e një funksionare e cila nuk ka bërë asnjë ndryshim, dhe edhe Edi Rama besoj atë e percepton si dikush nga i cili nuk i vjen asnjë rrezik politik, le të themi, ndryshe ndoshta nga Erion Veliaj. Dhe përjedhoi, siç e konsiderojmë ne për shkak të mungesës së një legitimiteti të tillë, është një rast shumë i mirë për ne që nëpërmjet kandidatit që do zgjidhemi, që ende se kemi përcaktuar se duhet bërë mbledhja e Këshillit Koordinues, ti rikthejmë shpresën e themi qytetarëve të Tiranës se kësaj radhe mund të shumëfishojmë numrin e votave që kemi marrë në zgjedhjet 2023-shit, duke bërë që realisht si thua ndryshimi i madh në Shqipërinë të nis nga qyteti i Tiranës. Do jetë emri Arlind Qorit në listën e emrave të diskutuar apo ka dhe eksponentë të tjerë të rëndësishëm që ju mendoni se mund t'ju përfaqësojnë ndenjësisht? Pa dyshim që janë plot njerëz aty të cilët janë të aftë dhe të denjë për të qenë kandidat, po sigurisht edhe Arlind Qori përderisa ka kandiduar më parë, është kryetari i partisë, do diskutohet pa dyshim si potencialisht një prej kandidatëve. Unë ju falenderoj që ishit në studio. Faleminderit juve për ftesën.